أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما أنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم الله جل جلاله أفلندرويم prej ti falje dhe ndim kërkojmë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, salavat të dërgojmë për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij fisnik dhe për gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahun xhalla xjalaluhu e falenderojmë për të mirat dhe begatitë e tij, e sidomos në këtë ditë xumaja Allahu xhalla xjalaluhu e ka bërë që uniteti muslimanëve sot bashkohen në shtëpitë e tij dhe të e madhrojnë Allahun Gjelle Gjelaluhu simbas urdhrit të tij. Lusmi Allahun Gjelle Gjelaluhu që adhurimet tona Allahu kabul na i ban dhe gjithë të mirat të mos na i pakson. Allahu Gjelle Gjelaluhu në një ajet në surën An-Nisa thot: Ma asabaka min hasanatin fa min Allah وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله جل جلاله në këtë ajet na e tërheq vërejtjen se mëkati është burim i fatkeqësisë. Dhe thot Allahu Jalla Jalaluhu, çfarëdo e mirë që të vjen është nga Allahu Jalla Jalaluhu, e çfarëdo e keqe që të godet është nga vetja jote. Thot ne të dërguam ty si pejgamber o Muhammed për mbar njerëzimin, mjafton që Allahu është dëshmues për këtë. Prandaj vëllezër të dashur, mëkati lën gjurmë në historinë shoqërore, në historinë e nefsit tënd dhe lën pasoja të mëdha në vetveten tonë. Prandaj Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: Allahu i lartësuar është i mirë dhe nuk e pranon vetë se të mirën. Allahu i ka urdhëruar besimtarët për atë që u ka urdhëruar dhe të dërguarve të tij. O të dërguar, ushqeheni me ushqim halal dhe të lejuar dhe bëni vepra të mira. Prandaj vëllezër të dashur, për ta menaxhu mëkatin apo për ta menaxhu sistemin e jetës tonë duhet të i braktisim mëkatet të cilat Allahu Jalla Jalaluhu i ka ndaluar si mirësi për njerëzimin. Prandaj njëri prej dietarëve të mëdhej që është Imam Ghazaliu në librin e tij Makashafatul Qulub transmeton një hadith të cilën e transmeton pejgamberi alayhi salatu wassalam nga një shok i tij Kab al-Ahbar. E ka pas emrin dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot unë do që përgjigjem në lutje e as atyre që ishin para jush nëse përgojojnë vëllezërit e tyre. Prandaj vëllezër të dashur, në këtë libër, në këtë hadith që transmetohet nga ky sahabi, është një ngjarje interesante në kohën e Musës alayhi salatu wassalam, e cila ka ndodhur me Beni Israilët. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në kohën e Musës alayhi salam, Allahu Jalla Jalaluhu ummetin e Beni Israilëve i kishte privuar nga shiu dhe i kishte lanë pa ujë, do thot nuk ju kishte dhënë risk dhe se i kishte mbulu, i kishte nënshtru, do të thot fatësira, shkretëtira. Dhe kështu nga kjo e keqe e cila i kishte kap këtë popull, atëherë ato
shkojnë dhe e lusin Musën alayhi salatu wassalam, që ta lut Allahun xhalla xjalaluhu që Allahu që lëshoj shi. Kur Musa alayhi salatu wassalam ju drejtu Allahu xhalla xjalaluhu me lutjen e tij, atëherë Allahu xhalla xjalaluhu e shpalli Xhibrilin dhe i tha Musës: ja Musa, tha nuk do ta pranoj lutjen tënde e as lutjen e atyre që më luten mua, derisa në mesin e juj është një njeri i cili përgojon vëllezërit e tij. Vëllezër të dashur, për një gjuna i cili sot në mesin ton është prezent ditë dhe natë, dhe se ne nuk ruhemi prej përgojimit, dhe se ne nuk e ndalim gjuhën ton duke përgoju vëllezërit tanë dhe duke mos pas kujdes nga i këtij gjunahu që Allahu xhalla xjalaluhu një umet e kishte privu. Nga kush? Nga risku. Allahu a kishte ndalu shiu, o a kishte ndalu të mirat e tij, dhe se i kishte mbulu një thatësirë e madhe, dhe se ato ishin privuar nga ushqimi dhe pija. Prandaj duhet me pas kujdes nga gjunohat të cilat ne nuk i neglizhojmë derisa Allahu xhalla xjalaluhu të na çojë ndonjë sprovë, ndonjë fatkeqësi. Prandaj Musa alayhi salatu wassalam e thirr popullin e tij të Beni Israilëve dhe ju thot: Allahu xhalla xjalaluhu na ka porosit që ai njeri i cili përgojon të i kthehet Allahu xhalla xjalaluhu me teube. Pasi Musa kish kërku nga Allahu që Allahu të shpalos atë njeri dhe se ato të nxjerrin nga shoqëria. Mirë pa Allahu xhalla xjalaluhu i kishte thënë Musës: ja Musa, unë e kam ndalu përgojimin dhe ti kërkon nga unë që unë ta përgojoj mëkatarin i cili ban gjuna mes jush. Thot: do të kthehen Allahu xhalla xjalaluhu me teube. Pra daj çdo kush që ishte nga populli i Musës u pendua te Allahu xhalla xjalaluhu me teube, dhe Allahu pas teubes e lëshoi shiun dhe do të thot i begatoi me mirësinë e tij. Transmetohet në librin e hadithit të Ahmed ibn Hanbali dhe Ibn Majahs, ku thot një njeri, thot: ju lutem Allahu xhalla xjalaluhu që të na mbrojë nga 5 gjërat të cilat ishin mëkatet që dietarët i kishin rumbullaksu që njeriut do të thotë ti ken kujdes nga këto gjëra të cilat i kanë përmend. Ai shkon te një dietar i madh i cili e ka pyet për 5 gjëra të cilat njerëzit i përmbajnë gjatë jetës së tyre, dhe e pyesin se ti lutemi Allahu xhalla xjalaluhu nga 5 gjëra me të cilat njerëzit do të sprovohen dhe do ta përjetojnë përderisa nuk vjen dita e kiametit. Ai thot: përderisa imoraliteti, përhapja e zinas, përhapet të një popull, Allahu do t'i sprovon me smundje të cilat nuk kanë qenë sëmundje të popujt të cilat ishin më herët. Vëllezër të dashur, në umetin ton sot e shohim në kohën ton se imoraliteti do të thotë në vendet të cilat shihet haptasi, Allahu xhalla xjalaluhu i ka godit me smundje dhe sprova të rënda. Prandaj ne sot shohemi sëmundje të cilat baballart e tonë nuk i kanë pas. Do me thonë janë shumë afër, brenda 100 viteve Allahu xhalla xjalaluhu na ka sprovu me smundje të rënda, të cilat janë smundje të pashërueshme. Prandaj duhet me pas kujdes çdo besimtar musliman që
numuzin e vet ta ruaj në familjen e vet, që moralin e vet ta mbroje në shtëpinë e vet. Dhe nëse kjo përhapet dhe shoqëria besimtare muslimane e ruan numuzin e tij, atëherë Allahu xhalla xjalaluhu do të na begatoj me shëndet të plot e do t'i largoj sëmundjet të cilat pejgamberi alayhi salatu wassalam na e ka përmend më herët, se nuk bëhet kiameti derisa të përhapet immoraliteti, derisa të përhapet zinaja hattazi. Dhe se ne e dim se pasi që jemi në mesin dhe jetojmë mes besimtarve dhe jo besimtarve, e sidomos ato të cilat jetojnë në perëndim, e shohin se të jo besimtarët immoraliteti haptas shihet, dhe se për fat të keq Allahu xhalla xjalaluhu na ka spërbu edhe neve me këto smundje të cilat janë smundje të pashërueshme. E dyta, thojnë ulemat se përderisa njerëzimi pakson në peshorën e tij, derisa ai i cili zhet në pazar dhe i aranon vetës së vet peshorën e tij, Allahu xhalla xjalaluhu atë umet do ta godet me uri, do ta godet me skamje, do ta godet me kriza dhe padrejtësi, derisa sunduesit e tyre do t'i shtypin kokat e tyre dhe do të qenë prej atyre të cilat do ta hanë pasurinë e tyre. A nuk jemi ne sot në këtë kohë duke jetuar se të gjithë ne ankohemi për sunduesit e tonë, për gjithë ne ankohemi për mbretnit, për udhëhecat e tonë, se ato po e hajnë hakun e njerëzimit, sepse ato po e hajnë mallin e njerëzimit. Prandaj vëllezër të dashur, duhet me pas kujdes dhe me qenë vigjilent, se ai i cili peshon peshorën e tij me pas kujdes, sepse haku i tjetrit është shumë i rëndë. Kur njerëzit do ta ndalojnë dhe do ta paksojnë dhënien e zakatit, është njëna prej atyre që Allahu xhalla xjalaluhu do ta privoj atë umet me shi, do ta privoj atë umet me thatësir, dhe do ta privoj atë umet me gjëra të cilat risku do që pakohet. Prandaj derisa në mesin e besimtarëve musliman ka njerëzi që e japin zakatin, dhe ka njerëzi të cilat i frikson Allahu xhalla xjalaluhu dhe e pastrojnë pasurinë e tyre, atëherë Allahu xhalla xjalaluhu do të na jep risk, do të na jep shi dhe do të na jep begati, dhe nuk do të na privon me skamje dhe me pasuri. Ajo e cila është nga gjunohat që Allahu xhalla xjalaluhu nuk është i kënaqur me besimtarit, është edhe largimi nga ibadeti, largimi nga adhurimi. Ne jemi dëshmitar se muslimanët sot e adhurojnë Allahun xhalla xjalaluhu me sezona. Allahun xhalla xjalaluhu e adhurojnë, do thot vetëm kur Allahu ju premton se shpërblimi i tyre është shumë i madh. A nuk e shohim ne sot se xhamiat të cilat ishin plot gjatë muajit të Ramazanit, me njëherë në muajin Shevall janë shpras. Pse? Nga se imani i besimtarve nuk është ai i cili ka qenë në Ramazan. Dhe se adhurojmë Allahun Azza wa Jall një pjesë të kohës dhe e lajmë një pjesë të kohës. Prandaj Allahu Xhalla Xjalalu e ka bërë që adhurimi i tij të jetë i vazhdueshëm, dhe se shtëpitë e Allahu Xhalla Xjalaluhu zbukurohen kur të mbushen me xhamat. Dhe se Allahu Xhalla Xjalaluhu ka thënë nuk e fut frikën në armiqt tuaj derisa i mbushni shtëpitë e Allahu Xhalla Xjalaluhu, do thot duke adhuru Allahun me ibadet. Prandaj edhe jo rastësisht sot
në Palestinë, vëllezër të dashur, që i futët, i vrasin, i përsekutojnë, i dëbojnë, i mbysin muslimanët, nga se sunduesit e muslimanëve janë ato të cilat kanë ba kompromis me ato që mos luftojnë dhe mos i mbrojnë vëllezërit e tyre. Prandaj Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka ba që sot ne t'i shohim vëllezërit e tonë duke u dirë gjaku si kurek dhe duke i dëbu ato nga shtëpit e tyre, e zemra jonë të mos mërzitet. Prandaj vëllezër të dashur, nga gjithë kjo privim që Allahu Azza wa Jall e ka bën sot, që muslimant qenë shumë, mirë po si që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, jam të dobët sikur shkuma e detit. Do të thotë, musliman ka shumë, mirë po janë të dobët, nga se imani atinve është i dobët, jo se nga se ka pak musliman. Prandaj Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur ti shofi shtëpit e ti të zbrazura me besimtar, prandaj ne e dim se në ditën e gjumon, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bën që muslimant të jenë të unifikuar, të jenë bashkë dhe të vinë të adhurojnë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Kështu ka thonë një qifut, ka thonë nuk do t'u kemi frikën besimtarve musliman, derisa nuk mbushet xhamia në namazin e sabahut si që mbushet në namazin e gjumas. Prandaj vëllezër të dashur, ne e dim se gjithë jemi në përpuna, ne e dim se gjithë jemi në për detyrat e tona, mirë për në namazin e sabahut shumë pak janë ato që të cilat punojnë. Mirë po kush e ban ajo e cila mos me dal me fal namazin e sabahut në xhami, është imani jot dhe imani jem. Prandaj vllai dashur musliman, duhet me pas kujdes nga gjunahu, nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte ai i cili Abdullah ibn Mektumin, i cili Allah kishte sprovu me shikim dhe ai nuk shifte, dhe se një ditë prej ditëve ishte duke dëgju ezanin në Medinë dhe e pa që pejgamberi alayhi salatu wassalam po kalon të rreth tij, dhe ai ja dëgjoi hapët të cilat ecte pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe e njihte se si ecte pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe kërkoi që ai t'i jep liri dhe mos dalin xhami të falet, dhe i tha ja Rasulullah, tha unë jam i verbër dhe nuk ka kush me mqu deri te xhamia, tha am liron prej namazit me xhamat. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha a je duke dëgju ezanin? Tha po. I tha fa ajib, tha përgjigju ezanit. Prandaj vëllezër të dashur, kur Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bën që një i verbër të vjen të falet në xhami, një i cili Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka privu nga shikimi dhe e ka privu me një smundje e cila nuk është lehtë me shku në një xhami të largët dhe ti me qenë i verbër, ku jemi ne të cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu na i ka dhënë gjitha shtisat, na i ka dhënë gjitha të mirat, na i ka dhënë gjitha ato të cilat duhet t'i posedojë një njeri, dhe ai i cili e privon veten e tij nga mëkati, prandaj Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bën që do të thotë përderisa njerëzit nuk e neglizhojnë mëkatin e tyre, përderisa njerëzit janë të pakujdesshëm ndaj mëkatit të tyre, Allahu Gjelle Gjelaluhu çon sundues të cilat do t'i mbysin, do t'i persekutojnë, do t'i dëbojnë muslimanët nga shtëpit e tyre. Prandaj vllai i dashur musliman, është edhe rregulli i 5 të cilën ulemat e kanë cekë dhe thonë se përderisa në një vend nuk gjykohet me ligjin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, atëherë Allahu Gjelle Gjelaluhu do të furt përçarje dhe fitne dhe fesad mes tyre. Vëllezër të dashur, ne e dim se sot jemi në një vend i cili do të thotë është ligj i demokracisë, mirë po ti në nefsin tanë, në vetën tane, a ka mundësi me e vu ligjin e shariatit, a ka mundësi ti me i qëndru besnik me Allahun Gjelle Gjelaluhu, nga se Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk lip ti me qenë prokuror dhe me gjiku në ligjet të cilat ato i kanë vendos, mirë po ti je prokuror për vetën tane, ti je ai i cili i vend ligjet në shtëpinë tane, ti je ai i cili
mirësh me shariatin, nga se shariati është ligj dhe sistem i jetës së besimtarit. Prandaj vëlla i dashur, duhet me pas kujdes nga mëkatet të cilat na kanë kaplu. Si duhet t'i luftojmë mëkatet, vëllezër të dashur? Si besimtar, ne duhet t'i kundërshtojmë ato, dhe se duhet me qenë çdo kush prej neve që urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja. Prandaj shoku i pejgamberit alayhis salatu wassalam, Hudhaifa radiallahu anhu, transmeton se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, ose do të urdhëroni në të mirë dhe do të ndaloni në të keqe, ose Allahu i plot fuqishëm do të bëjë që t'ju udhëheqin më të këqit për jush. Do të thotë, do të na udhëheqin njerëzit më të këqit prej nesh. Pastaj më të mirët për jush do të luten, do të bëjnë dua, mirë po lutjet nuk do t'ju pranohen. Prandaj vëllezër të dashur, ne jemi sot dëshmitar, nga se gjithë muslimanët jemi qunë kam dhe bëjmë dua për vëllezërit e tonë të cilat po i dëbojnë nga shtëpit e tire, nga vendi e tire, mirë po, çka është problemi se s'po pranohen duat? Problemi është kis nga se udhëheqësat të cilat i kemi sot janë zullumqar, udhëheqësat të cilat sot i kemi dhe na udhëheqin në tokat islame, në tokat e lindjes, në tokat arabe, ato kanë vetëm fjalë e punë, nuk kanë as pak. Prandaj vëllezër të dashur, duat e tona pranohen atëherë kur ne ta lidhim besën me Allahun xhalla xjalaluhu. Thot Imam Ghazali, një njeri, siç e përmendon nga veprat e tij, kishte udhëtuar 700 ditë për të arritur tek një njeri i ditur dhe për ta pyet disa pyetje. Thot e kishte pyet çka është më e rëndë se qielli? Çka është më e rëndë se qielli? Thot më e rëndë se qielli është padrejtësia. Vëllezër të dashur, me qenë i drejt me veten tonë dhe me të tjerët, don nefsi sakrificë. Don vetja, do të thot me bo xhihad me nefsin tanë. Por me qenë ti i drejt, do të thot shpesh herë e drejta, ndonjëherë na vjen e idhët. Shpesh herë, ndonjëherë e drejta nuk na kanët, mirë po duhet me e thonë dhe duhet me e bo. Prandaj vëllezër të dashur, ki alim i cili ka thonë se padrejtësia është më e rëndë se qielli. Thot çka është më e gjerë se toka? Thot më e gjerë se toka është e vërteta. Vëllezër të dashur, e vërteta gjithmonë është ajo e cila vën, do të thot mirësi dhe begati në vendin ku je duke jetu. Prandaj çdo besimtar i cili e flet të vërtetën duhet patjetër edhe të e praktikon dhe të e zbaton. E pyesin dietanët, thot çka është më e pajetë se shkretëtira? Çka është ajo e cila e bën të thatë një gjë? Thot është zemra e jo besimtarit. Zemra e jo besimtarit është ajo e cila nuk ka jetë. Nga se ne kemi thonë se ka shumë jo besimtarë të cilat janë human, janë bamirësa, mirë po te Allahu xhalla xjalaluhu, a kanë sevape? Nuk e kanë asnjë sevap, nga se nuk e kanë thonë fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, sepse për më uqel dera e sevapit, duhet me pas qelësin i cili qelës ka dhamë, i cili qelës ka, do të thot dhamë të cilat e qelin kanë fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, dhe për me hy sevapi në thesarin e ati. Prandaj zemra e jo besimtarit është jetë e cila është shkretëtir dhe se nuk është shka kualitative. E kanë pyetur se çka është më e nxehtë se zjarri. Ka thonë më e nxehtë se zjarri është këmbëngulja në gjuna. Ku në njeri e din se është duke bë gjuna dhe e vazhdon gjunohet dhe këmbëngul në atë. Dhe nëse ja tërheq vërejqen dhe i thot, o vëllav i dashur, ke kujdes nga gjunohoj. Ai çka mundohet me t'i gjetë 100 arsye, sepse nuk ka mundësi me elan. Nuk ka mundësi me elan, atëherë ka thonë këtë dietar, thot këmbëngulja në gjuno është më e nxehtë se zjarri, dhe thot çka është më e ftohtë se burimi, thot ta refuzosh ndihmën
kur dikush ta jep amanet me ndihmu nevojtarin. Do të thotë zemra e një besimtari e cila është e ftohtë, është e ngrirë, është e ngurtë, është ajo e cila nuk e çon amanetin në vend. Prandaj vëllezër të dashur, kemi kujdes nga gjërat të cilat ulemat i kanë cekë dhe të kemi kujdes nga ato gjëra të cilat Allahu xhalla xhelaluhu na i ka tërheqë vërejqen. Duhet me pas kujdes nga gjunohet e tona dhe se momentin që e kuptojmë se një sen është gjuna, duhet me njëherë me elan dhe duhet me bon istikfar, nga se istikfari i fshin gjunohet e mëparshme dhe se Allahu xhalla xhelaluhu gjithë ato të mira të cilat do të thotë na i ka dhonë dhe na i ka lanë si amanet përmes pejgamberit alayhi salatu wassalam, e jona është që mi çu në vend. E jona është ajo e cila Allahu xhalla xhelaluhu kërkon prej neve dhe se siç e ka kërku prej popujve të cilat kanë qenë më herët, prej popullit të Muhamedit alayhi salatu wassalam, që ishin shokët e tij, që Allahu xhalla xhelaluhu i lavdrojnë librin e tij, ku tha kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allahu xhalla xhelaluhu i lavdroi këtë popull dhe tha, ju ishit populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, urdhërojshin në të mirë dhe ndalojshin nga e keqja dhe e besojshi Allahun xhalla xhelaluhu me sinqeritet. Prandaj vëllezër të dashur, të mbrohemi nga mëkatet e mos bëhemi shkak që Allahu xhalla xhelaluhu të na privon nga begatit e tij, e të mos na godet ndonjë fatkeqësi, siç i ka godit popujt të cilët ishin para nesh. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum inna Allaha ghafurur rahim. Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.